me përjashtim të atyre që pendohen. Wal hijara, po njëkohësisht këtë zjarë thot do të djegi edhe gurët. Se këta nuk e besuan librin e Zotit, i pjesë e madhe. Edhe dikush që ishte i para të kishte shtetin në atë kohë, edhe mos po na del për shteti prej dorë. Pra e dishin që kjo fjalë vjen nga Allahu, e dishin që ky është pejgamberi i Zotit, por për hatër të dunjas po e mohojmë, s'po e pranojmë. Edhe po vazhdojmë me këta zotat tonë. Pra kishin gurë që adhurojshin. Edhe këto gurët thot do të digjen zjarr që po i adhuroni, së me adhuruesit. Na tregon Zoti xhelal në këtë ajet që së me adhuruesit thot do të digjen të dy. Edhe gurët, edhe adhuruesit. Dhe për mos besimtarët thot do ketë dënim dëran. Kjo fjala dënim këtyre u duket si çudi në jetën e kësaj bote. Se ku është thot nuk po e shohim. Normalisht dënimi i Zotit xhelal ka ardhur disa herë. Disa herë. Me përmëtje i ka zhduk Allahu xhelal. Me përmësje, me tërmete, me erë, e dy gjitha format. Me smunje, e ka zhduk një këmbë për shkak të mohimit, për shkak të veprave të liga, për kryesorje për shkak të mosbesimit. Allahu shumë herë, edhe disa herë, edhe derisa të vijë Kiameti, do ta vazhdojë këtë programin e zhdukjes. Dënimit. Në jetën e kësaj bote që shohim ne. Masanë në botën tjetër është krejtësisht program tjetër. Nëse do t'ju kryhej dënimi vetëm në jetën e kësaj bote, ata do të ishin fest mas besimtarët. Po nuk është ashtu. Sepse dënimi i madh dhe kryesor është në botën tjetër. Prandaj thot keni kujdes, keni frikë, sepse që ata gurë që po e adhuroni së bashku me ju, jeni në zjarmin e xhenemit. Pra masi i sfidon Zoti xhelal, që ju kur nuk do të keni mundësi ta bani. Kur do të mundoheni, po s'do ta bani. Por po ju paralajmëroj thot se do t'ju vijë dënimi ran. Allahu na ruaj, ju të dashur vëllezër, Allahu ju bekoftë të mëshiroft gjithë. Në ditë ta falenderojmë të madhin Zot xhelal që ne na drejtoi. Na drejtoi, nuk na la në këtë lloj humje. I paraqitemi, i bim sejdë Zotit çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. E përmendim Allahun çdo minutë. Prandaj besimtarja duhet nxjerrë mësim. Duhet shohë se çfarë thon, ti një gjoj, çfarë bëjnë ata, si u dënoi shejtani i mallkuar, si u dënoi faraoni, e gjithë ata që e pasun, po edhe faraon të ditëve të sotme. Si do dënohen? Si vjen dënimi i Zotit xhelal. Pse? Vallahi ky libër nuk luaj një gerë. Për atë ditë që ka zbriti madhi Zot, sepse po të lunë diçka, atëherë nuk do të ishte fjala Allahu xhelal. Po pse i sfidon Allahu xhelal, kur nuk do të arrini thot. Mundohej po tash. Kur nuk do të arrini, sepse është kelamullah. Është e folura e Zotit xhelal. Zbritur tek Xhibrili dhe Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në gjokset e gjithë ummetit deri ditën e gjykimit. Falënderimet janë për Allahun që na ka udhëzuar dhe na ka drejtuar. Allahu na majt në këtë din inshallah. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. Edhe ja Rabbi na jep Zoti pasardhës të hajrit që ata falen edhe namaz. Lutja e famshme e Ibrahimit alayhis salam nga Kurani i Madhrueshëm, kur lutet dhe thoshte Rabbi ij'alni muqime s-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. O Allahu im, më bëj mua nga ata që falin namaz, po edhe pasardhësit e mi bëj nga ata falësit e namazit, dhe ti je i vetëm Rabbana wa taqabbal du'a. Domethënë që e pranon lutjen. Edhe ne nuk ja drejtojmë kujt tjetër lutjen, vetëm ty Allah, edhe ti e pranon lutjen njerëzve tuaj. Ju pranoi Ibrahimit alayhis salam, po edhe ne të lutmi që të na jap Allahu pasardhës të harit,
E ja Rabi, kështu i baftë edhe pasardhësit tonë, nga ata që falin namaz. Zoti ju mëshiroft gjithë. Allahu ju bekoft.